LSDM opozitare alarmon për një siç e kanë quajtur ata tender të dyshim dhe korruptiv për testin për patent shoferit që përfundoi tek këshilltari VMRO DPMN-s. Nënkryetaria e LSDM-s Kaja Shukova thotë se ky skandal ngre pyetje serioze në lidhje me abuzimin e institucioneve për interesa biznesi dhe përvetësimin e parave të qytetarëve. Më përbën në udhëheqjen e ministrit Panqe Toshkovskit i dha një tender prej 1 milion denarësh për licencë për organizimin e testit për vozitje në rajonin e Pellagonis kompanisë së sapo formuar Super Driver. Pas kësaj kompanie qëndron një funksionar i VMRO DPMN-s dhe këshilltar në Këshillin e Komunës së Kërçovës, Filip Mitreski, përmes kompanisë Street Ride, e cila zotëron Super Driver. Skandali, thot ajo, është edhe më i madh sepse kompania është regjistruar vetëm 3 muaj para nënshkrimit të tenderit. Si e ka ditur se për disa muaj do të nënshkruhet tenderi që funksionari i VMRO DPMN-s e ka hapur kompaninë pikërisht për këtë qëllim. Ky është një shembull i korrupsionit dhe skemave të tenderave të VMRO DPMN-s. Ky nuk është rasti i parë, përkundrazi. LSDM kërkon nga Komisioni Shtetëror për Antikorrupsion që të hap lëndë dhe të veprojë, ndërsa të njëjtën gjë kërkon edhe nga Prokuroria Themelore Publike.